Pas gati 4 vite nga nisja e punimeve, ekoparku në Durrës, diku landfilli mbetjeve në Porto Romano, që prej vitit të kaluar është zyrtarisht i hapur për publikun durrësak. Një hapësirë sportivo-kreative me një investim jo pak, por 1.95 miliard lek, 2 muajt e parë, ekoparku ka shërbyer falas për qytetarët. Në ekopark, përveç kalimit të kohës së lirë, qytetarët kanë mundësi të zhvillojnë aktivitete sportive, me fushat e basketbollit, tenisit, futbollit. Në ekopark janë zhvilluar aktivitete mes shkollave në ditët e para, ndërsa pamja tashmë është kjo. Qetësi, pak lëvizje dhe as pak gjallëri, të paktën jo ashtu siç pritej. Hyrjet me pagesë në terrenet sportive, në basketboll, volejboll, tenis, futboll dhe muri i alpinizmit, mos është bërë shkak që qytetarët dhe pse duan nuk mund ta frekuentojnë, apo largësia ku ndodhet. Ajo që bie në sy është fakti se ky investim i rëndësishëm për qytetin nuk po jetësohet sipas parashikimeve dhe pritshmërive. Ekopark ndodhet vetëm 4 kilometra larg qytetit, në zonën ku dikur shërbente prej vitesh për depozitimin e mbetjeve, në një sipërfaqe prej 80 metra katror. Tashmë me një pamje kritësisht tjetër, ekopark mbetet në pritje që të marrë jetë.